A ka ndru kjo ndjesia para se me qenë nanë dhe tash që e nanë? Shumë, ka ndryshu shumë. Po, ata që thonë që nuk mundesh me shkru kur je i lumtun, diçka gabim është. Se nuk është e domosdoshme për me vujt, megjithse vuajtja nxjerr ndoshta vargjet më të bukura. Po tash nuk mujna me vujt. Nuk muj me vujt. E nga njëherë edhe në familje, krijoj kështu situata pak me mshtinat, po së mënezit se mi kanë mësu forët. Jo, nuk do me thonë. Nga njëherë mjafton me hym Facebook, flutur me po realitetin që ka pëndodh, sepse empatia jonë që na karakterizon, na bën me qenë pozitë se cilit, edhe mundesh me shkru edhe në atë pjesë. Është edhimshme, duke lexu prej vrasjeve dhe dhunës në familje, që ti deshte trishtohesh, mërzitesh, revoltohesh, edhe hyn atë situatë dhe vetëm me imagjinon vetën në vend të atij personi dhe normal mandej, se nuk është e thonun me kalu në përvujtje vetë për me kuptu dhimbje të ndikujt. Po thjesht, se në fundit jena qenie njerëzore, dhe si qenie njerëzore duhet me pas këtë empati, edhe duhet me pas këtë aftësi për me ndje, me qenë empatik. Mu shpesh më thonjë shumë, i kam disa persona për shembull ose në shoqëni e që ose më karakterizojnë si një person shumë të fortë, ose si një person që shumë e ndjeshme dhe krejt. Pikërisht duke u nis prej kësaj e kam konceptu këtë receta jeme, domethënë, hajde t'ju kallëzoj recetën time, qysh me kon si jam unë, e mandej provoni tentoni me shkruaj që me njoftë edhe veten. Po domethënë që ka momente që e kam vajin në buzë, po ka momente që vetëm me qenë e fortë është e vetmja mënyrë dhe e vetmja zgjidhje. Jeta mundet me të bëhet fort flutur, por është mirë mes me na bëhet ftoftë, sepse kjo është më e rëndësishme. Sot e pash një sekuencë të Jungut që tha, a di çka është, si me thonë, me e keqja e natyrës njerëzore. Tha, nuk është as paniku, nuk është as bërtima, nuk është as stresi, nuk është qetësia absolute. Do më thonë, një person i cili është në qetësinë dhe rehatin absolute është para një stohije shumë të madhe. Dhe nuk është, do më thonë, zgjidhje gjithmonë me pas rrafsh. Do më thonë, ajo ishte, do më thonë, ajo vala ma e rrezikshme, ose se thonë qetësia para stohijës, e kena në ndetë këto, se ti shojmë të deti që shumë i qetë, palo pa ardha jo.